Nxënës, uroj që të jeni mirë. Sot në lëndën e historisë do të marrim dy tema mësimore. Tema e parë, zhvillimi i sektorit industrial dhe zbulimet e mëdha në shkencë, faqja 110-111. Tema e dytë, ndërtimi i një fotomontazhi për arritjet e revolucionit të dytë industrial, faqja 115, pra, dhe tema e dytë vjen në formën e një veprimtarie praktike. Kompetencat e të nxënit. Tema e parë, përkufizon termi revolucioni industrial, vë në duke disa nga zbulimet e ndodhura në fusha të ndryshme, shpjegon lidhjen e zhvillimit të komunikacionit me tregun botëror. Tema e dytë, evidenton ndryshimet që solli revolucioni i dytë industrial në teknikë, teknologji dhe rrjedhojat në mjedisat urbane. Vlerëson revolucionin e dytë industrial si shprehje e ndryshimeve të mëdha që pësoi shoqëria. Një shkencëtar të kohës, si Pasteur, Kohn, Rogner, Marie Pierre Curie, Edison, Bell dhe vlerëson kontributin e tyre. Fjalët kyç të dy temave janë revolucioni i dytë industrial, treg botëror, zbulime shkencore, fotomontazh dhe hulumtim historik. Situata e të nxënit, ne do të sjellim në memorie çfarë kuptojmë me tokë fjalëshin revolucion industrial, një uri të cilën e kemi shpjeguar kur kemi marrë temën në historinë e klasës së 7, revolucioni i parë industrial. Procesi që solli zëvendësimin e punës me dorë me atë me makineriu quhet revolucion industrial. U quhet revolucion sepse shpiket e reja sollin një ndryshim të thellë në shoqërinë njerëzore dhe u quhet industrial sepse ndryshimet ndodhen më parë në fushën e industrisë. Vazhdojmë me një uri të reja. Industria merr zhvillim të ri. Në gjysmën e dytë të shekullit të 19, industria pësoi ndryshime të mëdha. Filloi prodhimi i çelikut, i cili zëvendësoi gizën e hekurin. Ngritja e furnaltave që punonin me metoda të reja siguroi rritjen e prodhimit të çelikut me çmim të lirë dhe cilësi të lartë. Lindi industria e naftës dhe ajo elektrike. U krijua motori me naftë dhe dinamoja, pra elektromotori, që prodhonte energji elektrike. U ngritën centralet elektrike, lindi industria kimike, zhvillimet në tregun botëror. Përparimet të mëdha u bënde në transport, u krijuan linja hekurullore ndërkontinentale, u ndërtuan tunele që kapërcenin penkesat në territoret malore, anije që punonin me fuqi motorike u bën më të sigurta, më të shpejta në rrugë detare ndërkontinentale, u hapen kanale të mëdha që shkurtonin rrugë detare, si kanali i Panamas dhe ai i Suezit. Fuqizimi i transportit forcoi marrëdhëniet ndërmjet shteteve dhe kontinenteve, madra dhe parat lëviznin dhe shkëmbeheshin lirisht, kështu lindgëti i tregu botëror. Zbulimet të mëdha në shkencë. Motori me bjegje të brendshme u bë baza e lindjes së industrisë së automobilave. Motori me bjegje të brendshme u krijua nga Rudolf Diesel. Motori elektrik u bë bazë e industrisë moderne. Rritja e kërkesës për energji elektrike bëri që të ndërtohen hidrocentrale dhe termocentrale. U zbulua telefoni, telegrafi që rritën mundësinë e komunikimit mes njerëzve. Edisoni zbuloi dhampën elektrike. Në mjeksi, Pasteur, pra shkencëtar francez, zbuloi vaksinën kundër tërbimit. Koch zbuloi mikrobin e tuberkulozit. Rentgen zbuloi rrezet X për të lokalizuar sëmundjet brenda trupit të njeriut. Marie Pierre Curie zbuluan elementin radioaktiv, pra radiumin, kundër sëmundjeve dhe tumoreve. U zbuluan fotografia, gramafoni, biçikleta dhe automobili. Atëherë këtu kam vënë disa foto të arritjeve të revolucionit të dytë industrial. Kemi motorin me djegje të brendshme, motori elektrik, dinamoja, llampa e parë dhe telefoni. Shkojmë në temën 2, pra tek veprimtaria praktike, fotomontazhi për arritjet e revolucionit të dytë industrial. Burimet që do të përdoren për të realizuar këtë veprimtari praktike janë teksti historisë të klasës së 7, interneti që është një burim i konsiderueshëm informacioni dhe informacione pra materiale nga media e shkruar dhe audiovizive. Fillimisht do të lexojmë pjesën mësimore që është në tekstin tuaj, pra leximi orientuar. Revolucioni i dytë industrial solli transformime të mëdha si pasojë e përparimit të teknikës, teknologjisë dhe zbulimeve shkencore. Dinamoja, motori me djegje të brendshme, pra motori diesel, zëvendësuan makinën me avull, lindën uzinat, qytetet industriale, u zhvillua komunikacioni detar, rrugët ajrore dhe u rrit urbanizimi në shtetet europiane. Unë kam vendosur 4 tematika të veprimtarisë. 1. Burimet e reja energjetike, energjia e naftës dhe e gazit, energjia elektrike e tjerë, si dhe pasojat e tyre, lampa, automobili, treni, anija, aeroplani, motori diesel, dinamoja e tjerë. 2. Zbulimet e reja shkencore, telefoni, telegrafi, makina qepëse, makina e shkrimit e tjerë.
3. Shkencëtar të shquar të kohës: Pasteur, Kohn, Rogner, Marie Pierre Curie, Edison, Bell e tjerë. 4. Pasoja urbane, qyteti industriale, uzina, urbanizimi e tjerë. Atëherë ju nxënës do të zgjidhni një nga 4 tematikat të veprimtarisë dhe do të merrni foto të ndryshme për sa i përket këtyre tematikave. Kjo veprimtari praktike do të realizohet në PowerPoint, normalisht duke u përmbajtur kërkesës, dhe në PowerPoint do të më dërgoni në WhatsApp-in personal kur të kemi së bashku prap lëndën e historisë javën tjetër. Për çdo paqartësi mund të më komunikoni në WhatsApp. Punë të mbarë dhe suksese!